Hekurudha dhe stacioni i trenit në Vlorë vazhdojnë prej vitesh të lëngojnë në shtrat. Nostalgjia e vjetër e Vlorës, por dhe njëkohësisht mundësia e vetme për një transport të lirë dhe ekonomik, prej vitesh vazhdon të mbetet në kushte të mjerueshme infrastrukturore. Asnjë investim, asnjë përpjekje për të ringjallur një nga pjesët e cila vite më parë ka qenë një ndër më të përdorurat nga qytetarët e Vlorës dhe jo vetëm. Godina e stacionit të trenit dhe vetë shinat hekurudhore, sa më tepër vite kalojnë, aq më shumë zhyten në degradim infrastrukturor, duke mos të ngjasuar as pak me realitetin e viteve më parë. Një qytet si Vlora me zhvillimin që po pëson, edhe atë turistik, duhet të kishte prej vitesh funksional një linjë hekurudhore, por me sa duket, realiteti që jetojmë është krejtësisht ndryshe. Pamjet që të ofrojnë këtë të mërkur, ishte hekurudha e Vlorës se cila të ngjason si në mesjet, aty ku duket sikur ora ka ngecur, ndërkohë që mjerimi është ulur këmbkryq. E vetmja gjë që nuk është ndalur asnjëherë janë prerja, vjedhja e shinave të trenit, të cilat po shiten ende për skrap. Ndërkohë që godinën e vjetër, ku më parë ka qenë stacioni i trenit, e ka zënë pluri i Haresës, xhama të thyer me gure shkopinj, dyer të mbyllura me drasa të ngjitura me gozhd, si dhe mure të cilat kanë përfunduar për tokë. Ky është imazhi që të ofron sot një nga pjesët më funksionale të qytetit vite më parë. Treni prej vitesh nuk vin më në Vlorë, teksa së bashku me largimin e trenit, hekurudhës me sa duket edhe zona përreth është lënë në Hares. Bloku i banimit përreth stacionit të trenit vuan për një cop rrugë, rruga gjithbalt, pellgje me ujë të ndotur, si dhe e harruar totalisht nga investimet, është një nga problemet kryesore të banorëve të kësaj lagjeje. Me largimin e trenit nga Vlora, prej andej, me sa duket janë larguar edhe banorët, si dhe dhjetra biznese që funksiononin në zonë. Flitet shpesh për investime në hekurudhat në rang vendi. Radha nuk i ka ardhur ende Vlorës. Nuk dihet nëse ndonjë ditë në Vlorë do të realizohet investimi për përmirësimin e sistemit hekurudhor. Pak shpresa ka që transporti hekurudhor të nisë të funksionojë, edhe kjo zonë të transformohet dhe të nisë të funksionojë sërish si më parë. Por ajo se çfarë dihet me siguri është fakti që ky lloj transporti për të gjithë qytetarët është tepër i nevojshëm, mbi të gjitha një transport ekonomik, duke ditur situatën e rënduar që jetojnë sot familjet vlonjate.